Flavio, në rast të parë unë deri para pak ditësh nuk e kisha parë draftin specifikisht. Megjithatë kishte rrjedhur në media përcaktimi i konceptit gjini. Dhe unë në linjën time të punës më duhet vazhdimisht që të analizoj ligje, kështu që jam paksa e fushës, shumë e fushës, po për qenë modeste. Dhe e kuptova direkt që faktikisht kishte një problem shumë të madh që në atë moment. Dhe pastaj lexova reagime se si nuk ishte e vërtet që kishte ndryshuar gjinia, se si kishte një pretendim të rrem, po faktikisht për atë përcaktim që unë lexoja, nuk më dukej sikur ishte i rrem i gjithë ky shqetësim që disa palë përfshirë mua këtu kishin shprehur. Dhe pastaj kur gjeta një moment ju futa të gjithë ligjit nen për nen. Dhe aty e kuptova që problemet ishin edhe shumë më të rënda se ai përcaktim. Pra ka qenë një diversion kjo pra ka qenë diversive kjo përpjekje për ta lidhur vetëm me një specifik. Duke qenë se unë edhe punoj me organizata, me organizata formale, e kam shumë mirë idenë e mekanizmit që ato përdorin edhe për të advokuar politika. Kështu që ajo që mua mu duk e papranueshme ishte kjo. Ata që janë propaganduesit dhe proponentët e këtij ligji, dhe që e kanë propozuar, nuk e pranojnë pozicionin e tyre. Pra nuk dëshirojnë që të dalin hapur dhe të thonë, shiko, ne mbështesim këtë përcaktim për gjinin. Ne mbështesim që të kemi disa gjini, nuk ka gjini binare, të gjithë këta duhen të marrin mbrojtje ligjore, të gjithë personat e tjerë duhet ta pranojnë dhe duhet të marrin përsipër detyrimet ligjore, dhe ky është pozicioni jon. Dhe ti që je përkundër këtij pozicioni, mund ta debatosh këtë në mënyrë të ndershme. Por këta nuk e pranojnë dhe pastaj përdorin ato mediumet e tyre dhe autoritetin që u japin emri organizatave, emri mediave, për të thënë, jo, kundërshtarët tanë, po gënjejnë, ata nuk marrin vesh me ligjet, ata janë dashakeq. Unë kjo është problemi fillestar që kam, sepse unë dëshiroj që gjithsesi ta bëj një debat civil. Pavarësisht se pozicioni im nuk do ndryshonte. Kam privilegjin që të jem profesioniste dhe ta analizoj nga ana profesionale, dhe kur unë e shikoj përcaktimin, e shikoj që termi gjini është ndarë në disa përcaktime, pra kemi termin gjini, kemi përkatësi gjinore dhe kemi përkatësi gjinore shumëfisht, dhe ndryshimi themelor është që është ndarë përcaktimi gjinis nga biologjia, dhe është bërë gjinia është sjellje, gjinia është veshje, gjinia është aktivitete, dhe vetëm biologjike nuk është gjinia aty. E kuptoj. Tani Rezarta, për ta thjeshtuar për dikë që